Me një fjalim të Alia Izetbegović, të mbajtur në Tetov gjatë viteve të 90-ta, në të cilën fliste për paqen në rajon dhe në Kosovë, në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, është organizuar konferenca në të cilin u diskutua për personalitetin dhe trashëgimin e Alia Izetbegovićit dhe marrëveshjen e Daytonit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe vajza e ish-presidentit Sabina Izetbegović, e cila në deklaratën e saj përkujtoi veprimtarinë e babait për paqe. Forca e vizionit ishte e fuqishme, por kur topat kërcasin, zëri arsyes nuk dëgjohet. Pas masakrës së Srebrenicës dhe marrëveshjes së Daytonit, na u mundsua të mësojmë nga e kaluara për të ruajtur të ardhmen. Kjo konferencë më erdhi mirë të kthej në kujtesë biografinë politike të babait. Ai ishte takuar edhe me presidentin Kiro. Në këtë panel mori pjesë edhe i shefi i kabinetit të Alia Izetbegović, Fariz Nanić, i cili në fjalimin e tij tha se ka qenë vetë Izetbegović që e ka ofruar atë para se ta formonte partinë. Ai më inspiroi, isha shumë i ri kur ai doli nga burgu dhe më ftoi të bashkohesha me të. Më ftoi si një i ri që shkruaje në një media kroate. Ai dëshironte të ndryshonte sistemin totalitar dhe të sillte demokracinë. Lexova librin e tij, Islami mes lindjes dhe perëndimit, dhe aty gjeta përgjigje për shumë pyetje. Fliste me gjuhë filozofike, por ishte i kuptueshëm për popullin. Gjatë konferencës foli edhe akademiku dhe ish politikani Ferit Muhić, i cili u ndal në rëndësinë e marrëveshjes së Daytonit. Kam pasur mundësi të studioj mirë marrëveshjen e Daytonit edhe në vitin 2015 kam dhënë qendrimin tim për efektet e saj. Mendoj se marrëveshja e Daytonit është shkruar me shumë kujdes. Ajo kishte 3 qëllime: në 1 të ndalte luftën që u arrit, në 2 të ruante integritetin territorial dhe ekonomik të Bosnjës, dhe në 3 parashihte përmbylljen e problemeve të papërfunduara. Në këtë konferencë u theksua se trashëgimia politike dhe filozofike e Alia Izetbegović mbetet frymëzim për brezat e rinj dhe një shembull i lidershipit të urtë në kohra krizash.